Të nderuar bashkëpunëtor, qytetarë dhe miq të vizionit tonë politik. Jemi mbledhur sot për të prezantuar shtabin qendror të Vlenit. Ky moment shënon pozicionimin tonë strategjik dhe është një sinjal i qartë për çdo qytetar që kërkon përfaqësim real, se jemi të përgatitur, të organizuar, të vendosur. Shtabi qendror në çdo fushat serioze politike është qendra nervore të gjitha proceseve, planifikimit, koordinimit dhe komunikimit me terrenin dhe me opinionin publik. Kjo tregon se Vlen ka strukturë, është më i madhi, më i forti dhe më i bashkuari. Ky shtab është garancia se Vlen nuk është një nismë spontane, por një projekt politik me bazë, me kornisë dhe me horizont. Politika e terit u mundua të na përçajë e dobësoj, por ndodhi e kundërta. Agentët e tyre u larguan, e Vleni mbeti i bashkuar dhe i pastër, sepse Vlen, si projekt politik, nuk është ndërtuar mbi individ, por mbi ide. Nuk është themeluar për të krijuar poste, por për të hapur mundësi. Nuk është krijuar për të rikthyer vjetërsinë me ngjyra të reja, por për të hapur një kapitull tjetër, të ndershëm, bashkëkohor dhe më afër qytetarit. Sot, përmes këtij shtabi, ne hymë në një fazë të re. Një fazë ku përveç që po strukturojmë fushatën, po forcojmë dhe besimin që qytetarët kanë nisur t'ia kthejnë politikës. Me këtë shtab, dëshmojmë se Vlen nuk është coptuar, por është më i fortë e më i konsoliduar. Me këtë shtab, Vlen tregon se është adresë e fuqishme për qytetarët. Vlen është platformë për ata që besojnë se shqiptarët meritojnë më shumë, se një vend në hijen e tavolinave të tjetrit. Vlen është rruga e vetme për të rikthyer politikën aty ku e ka vendin në shërbim të qytetarit. Tani nis puna e vërtet. Nga ky shtab do të burojnë vendime që do t'ia kthejnë shqiptarëve zërin e munguar. Nga këtu do të dalë koordinimi i të gjitha fushatave tona në terren për të fituar edhe këto zgjedhje. Dhe nga këtu do të fillojmë fushatën më të organizuar, më serioz, më shprehëzonës që shqiptarët kanë parë prej vitesh. Sepse Vlen është përfaqësimi i një vetdije që po zgjohet, sepse kemi kuptuar të gjithë një të vërtetë të thjeshtë. Kur mungon organizimi, fiton kaosi. Kur mungon përfaqësimi, shfaqet manipulimi. Dhe kur mungon vizioni, politika kthehet në biznes. Në një klim ku politika shpesh reduktohet në pazaret e vogla, në teatr ditor dhe në shpërndarje privilegjesh. Vlen sjell një ofertë ndryshe, një politikë të arsyes, të barazisë dhe të përfaqësimit të dinjitetshëm të shqiptarëve. Ne nuk premtojmë mrekulli, por premtojmë seriozitet, përgjegjësi dhe transparencë. Dhe këto janë pikërisht elementet që kanë munguar më së shumti nga ata që për vite me radhë kanë keq përdorur besimin e qytetarëve. Të dashur aktivistë dhe antar, faleminderit për besimin, për përkushtimin dhe për guximin të gjithë po e dëshmoni. Sot nuk është fillimi. Ky është vazhdimi i fitores i një viti më parë. Është vazhdimi i çlirimit nga politika e së kaluarës. Sepse shqiptarët nuk janë lodhur nga politika, janë lodhur nga mos politika, janë lodhur nga intriga dhe keqpërdorime. Shqiptarët nuk kanë kërkuar shumë, kanë kërkuar dinjitet, barazi dhe të drejtën për mos u trajtuar si qytetar të dorës së dytë në vendin e tyre. Dhe Vlen është këtu për të rikthyer politikën si duhet të jetë, si përgjegjësi publike dhe jo si pronë private. Vlen është këtu që t'u kthejë shqiptarëve dinjitetin që politika së kaluarës u humbi. Faleminderit.